Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e emisionit 60 minuta. Mbi 60 institucione publike, Ministri, Ndërmarrje, Komuna e agjenci të pavarura janë audituar deri më tani nga zyra kombëtare e auditorit. Secilat janë shkeljet e keqpërdorimet më të mëdha të hasura deri më tani, e cili është institucioni me performancën më të dobët, e sa për këtyre rasteve janë duke u hetuar edhe nga prokuroria, sa institucione të tjera janë duke u audituar dhe pritet të hetohet nga auditori dhe kontrata për mbetje shtatsore dhe deri ku kanë shkuar auditimet për kontratat një burimore. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak në studio me auditorën generale të zyrës kombëtare të auditorit Lora Spancën, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore ditës. Kesko paralajmëron për rënje të prodhimit të energjisë e rritje të importit bën thirrje për kursim. E Keku mohan se ka kolaps të prodhimit donse në funksion është vetëm njësia atra. Partitë opozitare quajnë kolaps energjetik rënjen e prodhimit të energjisë nga Keku. Kërkojnë sqarime nga qeveria e thonë se fajtor për këtë situatë është qeveria Kurti. Naim Murseli akuzuar për vrasjen e bashortës dërgohet në psikiatri për ekzaminim psikiatrik. Familja Ademaj friksohet se ekzaminimi i tij bëhet për të mos i dhënë dënimin meritor. Sulmet mes Izraelit e Iranit vazhdojnë. E në Gjenevë ministrat e jashtëm evropian postulojnë gjetjen e një zgjidhje diplomatike mes palëve. Nga nesër në Kosovë do të ketë mungesë të theksuar të prodhimit të energjisë elektrike, ka paralajmëruar Kesko nëpërmjet një njoftimi për media. Në rastin më ekstrem, sipas Keskos, kjo do të nënkuptojë që gjithë sasia e energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë do të duhet të mbulohet përmes importit. Përmes një njoftimi, Kesko ka theksuar se është duke ndërmarrë të gjitha përpjekjet për të siguruar furnizimin e nevojshëm dhe për të garantuar qëndrueshmërinë në sistem, pavarësisht sfidave të mëdha logjistike dhe kostës së lartë të në tregjet ndërkombëtare. Marrë parasysh vështirësitë për import të një sasie kaq të madhe sa parasheh Keskoja, është bërë thirrje për urgjent për kursim. E për situatën me mungesën e prodhimit të energjisë ka reaguar edhe Korporata Energjetike e Kosovës, sipas së cilës operimi i njësive prodhuese vazhdon normalisht duke siguruar se nuk ka asnjë kolaps prodhimi. Megjithatë, në njoftimin e Keku thuhet se funksionale është vetëm njësia A3. Keku tuqe në njoftim ka thënë se njësitë e termocentralit Kosova A dhe Kosova B janë të stërvjetruara dhe përballen me defekte teknike të paplanifikuara dhe të vështira për t'u parashikuar me saksi, ndërsa njësia A3 është rikthyer në operim dhe po funksionon normalisht. Për njësi B1, Keku ka njoftuar se parashihet të rikthehet brenda 48 orëve, ndërkohë që ka shtuar se po punohet maksimalisht për rikthimin në operim edhe të njësive të tjera të termocentralit Kosova A në detet në vjem. Keku ka njoftuar tutjes se po angazhohet me të gjitha kapacitetet për sanimin e situatës dhe rikthimin e njësisë B1 në operim brenda 48 orës, varësisht nga shkalla e dëmtimeve të gypave që duhet të zëvendësohen në kalaj. Njësia B1 nuk është nominuar për shkak të vështirësive teknike që lidhen me rritjen e humbjeve të ujit në kalaj, rrjedhjen e avullit në sistemin e gypave dhe sinjalizimin e një defekti në filtrin elektrik. Pavarësisht përpjekjeve maksimale për ta mbajtur në operim, ndalja e saj është planifikuar të ndodhë në orët e para të mëngjesit të së shtunës me qëllim të evitimit të ndonjë avarie më të madhe apo të paparashikueshme që mund të acenonte sigurinë teknike të njësisë dhe sistemit në tërësi, thuhet me sjerash në njoftimin e Kekut. Kolaps energjetik e kanë quajtur deputetët e partive opozitare thirrjet e Kekut për kursimin e energjisë dhe paralajmërimet për rritjen e importit të energjisë si shkak i mungesës së prodhimit vendor. Kryetari i PDK-s Memri Krasniqi ka thënë se paralajmërimi i konsumit të brendshëm të energjisë do të mbulohet tërësisht nga importi, është tregues alarmues i gjendjes në sektorin energjetik të vendit. Në profilin e tij në Facebook, Krasniqi ka thënë se fajtor për këtë gjendje është qeveria Kurti, derisa ka kërkuar nga qeveria në largim që tua jap qytetarëve një sqarim. Për situatën e krijuar me prodhimin e energjisë ka reaguar edhe deputeti i LDK-s Abdullah Hoti, sipas së cilit kriza energjetike po e rënon ekonominë e vendit. Sipas tij, investimet kapitale dhe të ardhshme do të ndikohen negativisht nga mungesa e qartësisë sa i përket furnizimit me energji. E kryejuakës Ramush Haradinaj rënjen e prodhimit të energjisë e ka quajtur kolaps të qëllimshëm. Kosova sot flen në thëngjell e s'ka energji. Sot ranë të gjitha bloqet. Aktualisht ka zero prodhim të energjisë
elektrike nga Keku. Kjo nuk është rastësi, është rezultati një kolapsi të shëllimshëm i diktuar nga direktiva politike dhe i ushqyer nga pazaret e tugjarëve të mafisë energjetike të cilët sot e kontrollojnë tregtinë me rrymë, ka shkruar Haradinaj. Haradinaj tutje ka thënë se prokuroria do të hetojë këtë dhe se askush sipas tij nuk duhet të shkojë në përgjegjësi para kryeministrit në detyrë. Unë besoj që nuk ka ama asnjë hapësirë të bashkëpunimit mes të Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin e 2 zyrtarëve policor, një në koloneli dhe një kapiteni policor të drejtorisë rajonale të Pejës, pasi dyshohen për keshpërdorim të opozitës. IPK-ja ka njoftuar se më 28 maj disa policë në Pejë ishin njoftuar për një aksident dhe kishin shoqëruar më pas në stacion policor edhe një të dyshuar që nuk ishte përfshirë në aksident, por që i kishte penguar policët gjatë detyrës. Në koloneli dhe kapiteni policor dyshohen se e kanë shoqëruar të dyshuarin në stacion, duke mos përcjell rastin për hetim dhe nuk është njoftuar prokuroria për rastin, gjë që është në kundërshtim me procedura standarde të veprimit të policisë në raste të tilla. Më pas i kanë shqiptuar të dyshuarit një tiketë për kundërvajtje për prishje të rendit dhe qeverisë publike, thuhet me sqarash në njoftimin e IPK-s. E Fondacioni për të drejtat e kafshëve të premten e ka zhvilluar një protestë në Prishtinë, siç është thënë kundër keq menaxhimit të paras publike dhe qasjes së paligjshme të komunës së Prishtinës ndaj trajtimit të qenëve e ndacak. Ata kanë kërkuar transparencë lidhur me trajtimin e qenëve në strehimorën e qenëve në kryeqytet. Më 9 qershor, Fondacioni për të drejtat e kafshëve publikoi një video që thuhet se është realizuar në një strehimore publike të qenëve në komunën e Prishtinës, në të cilën një person shihet duke e goditur një qenë. Fondacioni ka quajtur videon shqetësuese dhe ky incident sipas tyre nuk është një rast i izoluar. Bajram Gesa, këshilltari kryetari të komunës së Prishtinës, i ka thënë kohës se personi që e ka sulmuar qenin është larguar nga kompania private sigurimit ku po punonte me kërkesën e përgjegjësve nga kryeqyteti. Me urdhër të gjykatës ka nisur ekzaminimi psikiatrik të akuzuarit për organizimin e vrasjes së Liridona Ademajt ai Murseli. Ai është shtruar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në ÇUK e gjatë ditës është dërguar edhe në klinikën e neurologjisë. Familja së ndjerës e ka pritur me frikë të zhvillim. I akuzuari për vrasjen e Liridona Ademajt Nai Murseli, prej 7 ditësh është shtruar në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në ÇUK. Drejtori i këtij instituti, Shpend Haxhi Beqiri, tha se Murseli do t'i nënshtrohet ekzaminimit psikiatrik dhe do të qëndrojë aty derisa stafi mjekësor ta vlerësojë të mjaftueshme praninë e tij. Të premten në mëngjes është dërguar nën përcjellje të policisë në klinikën e neurologjisë, prej nga është kthyer sërish në institut. Për transferimin e Murselit në Institutin e Psikiatrisë, avokatja e tij Teuta Zhinipotoku tha se nuk është njoftuar zyrtarisht. Kjo do të ketë ndodhur si rezultat i kërkesës së paraqitur nga mbrojtja për vlerësimin e gjendjes së tij mendore. E gjykata themelore në Prishtinë konfirmoi se ka urdhëruar këtë ekzaminim me kërkesë të mbrojtjes. Por familja e së ndjerës e ka pritur me frikë këtë zhvillim. Avokati Leotrim Sylla, që përfaqëson familjen Ademaj, bëri thirrje për ekzaminim të drejtë. Ka pasur çdo herë zëra për dyshimin e këto institucione kur është vendosur në lidhje me ekzaminimet e ngjashme. Familja shpreh shqetësimin dhe frikën që mos do të ketë ndikime të mundshme në vendimarrjen që do të bëhet apo në përpilimin e raporteve të ekzaminimit psikiatrik, por që më shpresën që institucionet do të funksionojnë konform ligjit. Kërkesën për ekzaminim psikiatrik, avokatja Murselit e ka justifikuar duke thënë se klienti i saj ka shpërfaqur gjendje psikiatrike të paqëndrueshme. Gjykata, e cila ka miratuar kërkesën, ka vendosur që procesi të kryhet brenda 2 javësh. Në seancën e shqyrtimit fillestar, por edhe në seancën e parë të shqyrtimit gjyqësor, Murseli është deklaruar i pafajshëm për vrasjen e bashkëshortës së tij. Sipas aktakuzës, Murseli dyshohet se ka organizuar vrasjen e bashkëshortës për motive hakmarrjeje dhe për të fituar financiarisht nga një sigurim jetësor në Suedi në vlerë rreth 260.000 euro. Sipas prokurorisë, vrasjen e ka planifikuar së bashku me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, të cilëve u ka premtuar një shumë prej 30.000 eurosh për kryerjen e krimit.
Liridona Ademaj u vra në mbrëmje një 29 nëntorit të 2023-s në rrugën Dalip Alshiqi në Prishtinë gjatë inskenimit të një grabitjeje.